Të rinjt në Gjermani duket se nuk janë tepër të interesuar të shkojnë ushtar, kështu të paktën tregojnë të dhënat e 4 muajve të parë të vitit 2026. Po pse? E kjo nuk dihet sakt, por sigurisht që ka të bëj edhe me frikën nga dërgimi apo futja në ndonjë luftë të Gjermanisë. Sidoqoftë, nga mesi i janarit në Gjermani po dërgohen pyetësor për shërbimin ushtarak vullnetar të gjithë të rinjve që kanë mbushur 18 vjeç në fillim të vitit. Plotësimi i pyetësorit për meshkujt është i detyrueshëm, ndërsa për femrat është vullnetar. Në ligj thuhet madje se ata të rinj, pra meshkujt është fjala, që nuk e plotësojnë këtë formular do të përballen me gjoba deri në 1000 euro. Por, pavarësisht këtij kërcënimi me gjoba, më shumë se 1 në 4 ose më saktësisht rreth 28% e të rinjve që kanë marrë këtë pyetësor nuk e kanë plotësuar fare atë. Këto të dhëna i kanë dhënë vetë autoritetet ushtarake për mediat gjermane këto ditë. Sipas shifrave të fundit nga Ministria e Mbrojtjes, prej fillimit të vitit deri me 24 prill, në Gjermani janë dërguar rreth 194.000 pyetësor në adresat e personave që kanë mbushur 18 vjeç. Por, vetëm rreth 72% të rinjve kanë plotësuar këtë formular, ndërsa siç e thash 28% nuk janë përgjigjur fare. Fjala është pra për të rinjt meshkuj, sepse femrat nuk janë të detyrueshme të përgjigjen, por mund të përgjigjen. Ju kujtoj se ligji i ri i shërbimit ushtarak që është futur në fuqi në fillim të vitit 2026 përcakton që meshkujt 18 vjeçar që nuk e plotësojnë dhe nuk e kthejnë këtë pyetësor do të përballen pra me gjobë. Ndërsa, mos reagimi fare konsiderohet si shkelje administrative. Personat kanë 4 javë për të plotësuar këtë formular dhe për ta kthyer këtë dokument që deri tani rreth 28% nuk e kanë bërë. Nga Ministria e Mbrojtjes thonë se ata nuk do të heqin dorë nga përgjegjësia dhe do të insistojnë pra të gjitha rastet që të përgjigjen do të kërkojnë edhe përgjegjësi. Ndryshe, nga personat që janë përgjigjur, rreth gjysma kanë treguar interesim për shërbimin ushtarak vullnetar. Në formular persona duhet të shënojnë pra nëse janë të interesuar për shërbim ushtarak vullnetar, duhet të japin të dhënat e tyre personale e tjere. Gjysma prej tyre kanë shënuar pra se janë të interesuar për shërbim ushtarak vullnetar prej të paktën 6 muaj. Nëse përgjigja është pozitive, atëherë këta persona ftohen për konsultime dhe më pas për ekzaminimin mjekësor dhe për rekrutim. Qëllimi i këtij ligji është që nga 182.000 sa ka tani Gjermania të ketë të paktën 255.000 deri në 270.000 ushtar deri në vitin 2035. Ndërsa numri i rezervistëve do të rritet në rreth 200.000, kështu thuhet. Vlerësimet e para zyrtare nga Ministria Federale e Mbrojtjes pritet të publikohen në verë, por siç e thash, deri tani ka dhe një lloj rezistence goxha serioze ndaj plotësimit të vetë dokumentave për shërbimin ushtarak vullnetar. Ndryshe, ekziston edhe rreziku i shërbimit të detyrueshëm, por akoma jemi shumë larg një vendimi të tillë, sepse një vendim i tillë do të kërkonte ndryshimin e ligjit, kalimin në Bundestag e tjerë. Por nëse eventualisht vjen deri këtu, me siguri që do t'ju njoftoj, shpresoj se nuk do të ketë gjëra të tilla. Faleminderit dhe mirupafshim.